Çdo verë bregdeti shqiptar po gjallërohet gjithmonë më shumë. Rrugët mbushen, restorantet punojnë pa pushim dhe dhomat e hoteleve pronotohen javë përpara. Kjo është koha kur turizmi duket sikur përmbush premtimin e tij si motor i ekonomisë. Por përtej pamjes plot gjallëri të korrikut dhe gushtit, shifrat e tregut të punës zbulojnë një të vërtet më komplekse. Po turizmi krijon vende pune, por a janë këto punë të qëndrueshme dhe sa ndihmojnë realisht të rinjt? Scanintel ka analizuar shifrat për të parë se si është tendenca. Të dhënat flasin vetë. Në 3 muajin e tretë të çdo viti, përqindja e të rinjve 15 deri në 24 vjeç të punësuar me kontrata të përkohshme ndaj të punësuarve në total rritet ndjeshëm pikërisht në kulmin e sezonit turistik. Në verën e vitit 2024, kjo përqindje ishte 14.5%, pothuajse 2 fish më e lartë se në fillim të vitit, kur ishte vetëm 7.2%. Një vit më parë përballemi po me të njëjtin trend. Në verën e vitit 2023, përqindja e të rinjve me kontratë të përkohshme ishte 14.2%, ndërsa në fillim të vitit 12.5%, për të rënë sërish në muajt në vijim. Ky cikël përsëritet thuajse rregullisht gjatë sezonit veror, ku shumë të ri punësohen përkohësisht në hotele, restorante, plazhe apo struktura pritse, dhe një pjesë e mirë prej tyre pa kontrata fatgjata. Të dhënat e Instat për vite me radhë konfirmojnë këtë model. Turizmi gjallëron punësimit, por ai mbetet sezonal i përkohshëm dhe i pasigurt. Por a krijon turizmi më shumë vende pune? Po, për disa muaj. Ka të dhëna të tjera të marrën konsiderat nga Scanintel që mbështesin këtë fakt. Referuar të dhënave më të fundit të Instat mbi numrin e punësuarve, shohim se në 3 muajin e tretë të punësuarit e grup moshës 15 deri në 29 vjeç kapin vlerën më të lartë dhe paraqiten me rritje të konsiderueshme po ashtu. Numri i punësuarve të kësaj grup moshe në 3 muajin e tretë të vitit kaluar vlerësohet në 196.000, nga 185.000 në 3 muajin e parë dhe 183.000 në 3 muajin e fundit. E njëjta tendencë paraqitet gjithashtu edhe për vitin 2023.